بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mirë, vllazni, në legjeratën e kalume kemi mësu për dispozitat rreth kafshës së ngordhur dhe e përmendëm termin al-mejte, që realisht në përkthim nënkupton kafshë e ngordhur. Mirë po thamë që në këtë gjykim hyn edhe kafsha e cila nuk është shprehur domthonë në mënyrë shariatike, andaj i merr dispozitat sikur të jetë e ngordhur. Dhe pastaj i bëm ato ndarjet sa i përket kafshës së ngordhur, thamë se e kemi ndarjen e parë mishin dhe gjërat të cilat janë brenda asaj, dhe thamë se këto janë të ndaluara dhe nuk lejohet për shkak se janë të papastra dhe është ndaluar me i përdor. Pastaj e bëm ndarjen tjetër se që janë qimet e flokut, për shembull leshi ose thënjet ose thundrat, nëse ato mund të përdoren për diçka, thamë që këto inshallah lejohen. Inshallah lejohen, dhe pastaj përmendëm edhe lëkurën, e cila është dispozit si ma kryesore në këtë çështje, dhe përmendëm khilafin dhe mospajtimin e dietarëve, ku thamë i kemi 4 mendime dhe i përmendëm edhe argumentet e tyre, edhe atë që thamë se inshallah është më afër vërtetës dhe më e sigurt është që lejohet lëkura, e përdorimi i lëkurës se atyre kafshëve të cilët ju lejohet më hongër mishi. Domthonë kuptohet pas rregjes, ndërsa para rregjes nuk lejohet asnjë lëkurë. Është fjala për kafshën e ngordhur. Dhe përmendëm që ky mendim është edhe mendimi i Sheikhut Ibn Bazit, Sheikhut Uthayminit dhe disa të tjerëve, ndërsa Sheikh Albani ka mendimin se lejohet çdo lëkurë edhe nëse ajo është e thiu. Pastaj përmendëm edhe meselen se ajo pjesa e cila ndahet prej kafshës së ngordhur e merr gjykimin sikur të jetë e ngordhur. Andaj në ato kafshë që nuk lejohet më hongër gorcira, atë kur të është e ngordhur, atëherë nuk lejohet më marrë dhe më përdor ajo pjesë as më hongër. Nëse ajo është prerë ose shkputur duke qenë ajo kafshë gjallë. Dhe i marrën, do të thanëm se këtu përjashtohen disa gjëra që i përmendëm, për shembull gjoetin ose atë miskun e cila nxjerret nga gazela e kështu me radhë. Sot autori hyn në një temë tjetër, ku sot do të kemë marr al-istinja dhe istijma, kemë më tregu kuptimin e tyre edhe çfarë gjykimi kanë. Pastaj kemë tregu cilat janë ato gjëra që përjashtohen nga kjo, nga istigja, që ty nuk ta bën obligim domthonë pastrimin, edhe disa edukata rreth vendit dhe kryes nevoja fiziologjike, që sot ne kemi përmend domthonë sunetet. Pastaj kemë me kalu inshallah në ligjëratën tjetër rreth atyre gjëra të cilat janë të papëlqyeshme të rryra dhe ato që janë të ndaluara kështu me radhë. Mirë. Mirë, vazhdojmë me fjalën e autorit, Allahu e mëshiroft, ku thot al-istinja wajibun min kulli kharijin illa ar-riha wat-tahira wa ghayra mulawwithin. Autori po thot al-istinja, çka istinja po thot është wajib, është obligim, min kulli kharijin, on prej çdo gjëje e cila del, përveç gazrave dhe gjëja e cila është e pastër dhe një gjë e cila nuk e ndodh domthonë vendin kur del. Mirë, po morëm domthonë çdo fjalë një nga tjetër. Së pari al-istinja. Çka do thot al-istinja? Al-istinja është largimi i papastërtisë nga dy rrugët ku kryhet nevoja fiziologjike, që janë të qarta, duke përdorur ujë. Al-istinja në mënyrë të përgjithshme, kjo fjala përdoret për dyja. Domthonë nëse kemi për qëllim pastrimin nga këto dy rrugë ku kryhet nevoja fiziologjike. Ndërsa dietarët pastaj i kanë ndarë. Thonë al-istinja është për qëllim pastrimi me ujë, ndërsa al-istijmar është largimi pas papastërtisë me gur, ose gjë që është e ngjashme me to, që mundet më përdor për me u pastru, qoftë ajo
ato letë ose diçka e ngjashme e cila bën më përdor me u pastru me të. Ndaj, këtu po i bashkon një gjë, që është largimi i papastërtisë, me u pastru njeriu ato dy rrugët ku kryhet nevoja fiziologjike. E para është duke përdor ujë dhe e dyta është duke përdor gurë ose gjërat e ngjashme të cilat lejohet më përdor për më pastru. Dhe autori tha al-istinja wajib. Domthon, po thot al-istinja që kjo pastrimi është wajib, domthon gjykimi që ka obligim. Gjykimi që ka obligim. E ka obligim muslimani me u pastru. Dhe mos me neglizhu këtë gjë, për shkak se kjo lidhet me ibadetet e tina. Domthon, nëse njeriu në don më fal, kush prej kushteve namazit është që ai të jetë i pastër. I pastër në mënyrë, domthon që thanë më abstrakte që kena mësuar, domthon në marrë abdes, po i pastër edhe në trup, në rroba, kështu më radhë, dhe vendin ku falet. Andaj kjo është obligim. Është obligim. Pastaj i përmendi autori gjërat që përjashtohen. Edhe tha gazrat, ato që konsiderohen të pastra dhe gjërat që nuk lënë gjurmë pa pastërtisë. Mirë. Gazra, dhe më thonë njeriu nuk ka, muslimani nuk ka nevoj nëse ai ka liru gaza që me shku dhe mu pastru. A nuk ka nevoj as me pas vezvese për këtë çështje. Për shkak se në këtë çështje e ka lecu shariati. Andaj, nëse personi liron gazra, atëherë nuk bëhet obligim istinjaja ose istijmar. Nuk bëhet obligim atij. Dhe nuk ka nevoj me u pastru. Dhe ato gjërat që konsiderohen të pastra, cila ajo është për shembull sperma. Edhe pse ka khilaf këtë meselë, mirë po themi inshallah që ajo është e pastër. Domthon, mirë, ne po flasim në aspektin e istinjas, domthon të rrim në temë. Padyshim që nëse njeriu domthon i del sperma, ne e dinë që ajo e bën obligim u pastru krejt, domthon me marr gusull. Mirë po ne jemi duke fol për istinjan. Andaj themi që nëse njeriu domthon ka dal sperma, nuk themi që ai duhet me shku me shku dhe mu pastru. Se në edina pastrimi prej realisht të ka khilaf, mirë po për shembull ajo e cila inshallah është më e vërtetës është që nëse ka dalë diçka e cila do të mu pastru, me pas istinja, do të mu pastru sa më shpejt që është e mundur, domethënë mos me neglizhu, mos me vonu. Andaj tash, për shembull në këtë rast, nëse njeriu t'i ka dalë, për shembull sperma, nuk themi që ky ka obligim me shku me u pastru, për shkak se kjo konsiderohet gjë e pastër. Ose domthon edhe në tesh edhe çdo kohë, për shembull nëse njeriu është gjunub, është pastru, mirë po nuk ka tesha tjera dhe ka në ato tesha domthon gjurmë të spermës i kanë mbet, atëherë themi inshallah që lejohet me u fal në gjendë për shkak se e konsiderojmë të pastër. Pastaj po thotë gjërat që nuk lënë gjurmë pa pastërtie. Thonë gjërat që nuk e bëjnë pa pastër vendin ku del ajo. Kjo Allah alem do është ndodh rrallë, mirë po përmendin fukahat. Nëse ndodh diçka që del e ngurt, nuk është e lëngt, pra më dalë gurë, me jashtit një gurë, njeriu, Allah alem, për smundje, se çka do që tjetë ajo. Atëherë, në këtë rast themi që nuk bëhet obligim istinjaja për atë person, pastrimi, nëse ajo ka qenë e ngurt. Edhe, jo e lëngt, dhe dije që ajo nuk lën pa pastërti, për shkak që nuk është e lëngë dhe nuk ka mundësi me lënë gjurmë, atëherë themi që këtë rast nuk i bëhet obligim al-istinja. Nuk i bëhet obligim al-istinja. Mirë, besoj që kjo është e qartë. Vazhdon autori me i përmend tash synetet ose gjërat e preferuara që njeriu duhet me, ose edukatat që muslimani duhet me i bë. Duhet, jo në aspektin obligativ, mirë po i takon atij që t'i bëj. Dhe thot autori, wa sunna, dhe është sunet domthon inda dukhuli khala'in. Para hyrjes në vendin, el khala është vendi i cili kryen nevojat fiziologjike. Qoftë ajo pra banjo që i themi ne ose tualet, ose ndoshta mund të më kon edhe atë vendi ku i kryen njeriu nevojat fiziologjike, edhe nëse është jashtë, për shembull në vend kështu i hapur, ai vend i cili ka kryer nevojat fiziologjike i themi el khala, domthon,
për shkak se kena me fol ma vonë se disa sunete çysh praktikohen nëse njeriu është jashtë. Dhe po përmend, po thot qawlu bismillah. Mirë, po fillon me i përmend tash sunetet, autori apo edukatat. Dhe thot para se me hy në toalet është thënia bismillah. Thënia bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Don kjo është sunet me u thonë para se me hy në banjë. Për fjallën bismillah dhe më thonë është argument hadithi i Aliut radiallahu anhu ku thët sitru ma bejnë al-gjinni wa aurati bani Adem idha dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Thët ajo mbulesa mes gjinve ose shikimit të tyre dhe vendeve të turshme të birit të Ademit, dhe më thonë njeriut, kur ai hyn në banjë është thënia bismillah. Andaj thënia bismillah bëhet mbulesë mes teje dhe gjinve dhe shikimeve të tyre. Ndërsa sa i përket duas, a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, është argument dhe më thonë hadithi i Enesit radiallahu anhu, ku thët kanë an-nabiu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ose është ardhur khubuthi. Khubthi wa khubuthi. Khubthi dhe khubuthi me dhamët të bëja. Don dy versione. Don kjo është argumenti për këtë dua. Çka është kuptimi? Domethënë nëse themi që khubth, nëse lexojmë kështu, atëherë ka kuptimin e sherrit, ndërsa el khaba'ith e ka kuptimin e udhëtarëve të sherrit. Domethënë, nëse themi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, atëherë nënkupton që ti po i kërkon Allahut mbrojtje, Allah po të kërkoj mbrojtje prej sherrit të keqes dhe i udhëtarëve të tij që janë për qëllim shejtanet, qofshin mashkuj apo femra. Ndërsa nëse themi al-khubuth është për qëllim shumë si i khabith, domethënë që është për qëllim shejtanet mashkuj, ndërsa al-khaba'ith i vjen që të ketë kuptimin e shejtanëve, si ta them donë gjinin femrore. Po e vrem që kuptimi i të parës është ma gjithëpërfshirës. Domethënë sherrit dhe i udhëtarëve të sherrit që në këtë rast janë shejtan, qofshin ata mashkuj apo femra. Domethënë njeriu këtu muslimani po thot o Allah, të kërkoj mbrojtje prej sherrit apo shejtanëve, qofshin ata mashkuj apo femra. Domethënë këto gjëra muslimani edhe nëse themi që është sunet, kjo nuk do të thotë që ti dosh me i lan tash. Për shkak se kjo është mburojë. Ka caktuar Allah subhanahu wa taala që jetë shkak që ti me urujt pe sherrit tyne dhe intrigat tyne. Domethënë qysh, domethënë ti mendohet tash nëse njeriu domethënë hyn në toalet, edhe ka mundësi që shejtani me i dhon vezvese atij. Vezvese me shtim mendimeve të cilat nuk duhet me hy muslimani. Dhe fillon me arandu jetën ndoshta prej atujt fillon. Andaj ti e merr si mburojë. Domethënë lut Allahun subhanahu wa taala që ata mos me ta bë këtë intrigë, mos me të shti vezvese. O njeriu kur të hyn në banjë, mund të më shti vezvese në pastrim ose në abdes ose çka do të jetë. Kështu që ti po e merr mburojën, domethënë që ta ka lehtësu Allahu subhanahu wa taala që ti më thon këtë dua dhe pastaj Allahu me trujt prej kësaj intrigë ose prej kurthave të tyre. Andaj kjo është edukat për muslimanin. Përveç që njeriu merr shpërblim në praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëkohësisht edhe është në të mirën e tina. Mirë. Kjo është një mesele që mujna me përmend, a lehtësohet nëse njeriu hyn me fëmijën e tina. A lehtësohet që kë tash me kërku mbrojtje për Allah subhanahu wa taala për fëmijën e tij, ose fëmijë është i tij apo jo. Nëse ai e fut në banjë. Domethënë po, përgjigjja është po. Domethënë nëse personi hyn me një fëmijë, atëherë thot për vete bismillah dhe thot këtë don dhe thot po ashtu edhe bismillah dhe thot don edhe për këtë fëmijën. Domethënë thot Allahumma inni u'idhuhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith.
thonë lutet për të. Dhe argument për ta është se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtje për Hasenin dhe Huseinin. Andaj, kjo është e lehtësuar dhe është mirë për të praktikohet. Mirë. Pastaj autori po vazhdon dhe po e përmend çështjen tjetër, apo edukatën tjetër, apo sunetin. Dhe thot: "Wa ba'da khurujin minhu", dhe pas daljes prej vendit ku kryen nevojë, domthonë tualetit, po themi, thënja ghufranaka, ose doja ghufranaka. O Allah, ty të kërkoj falje. O Allah, ty të kërkoj falje. Mirë. Është interesant, është mirë me ditë domthonë njeriu kuptimin e duave, po edhe përshtatshmërinë që ajo dua vjen në atë rast. Pse thuhet për shembull kjo dua në atë momente nëse kemi hikme ose kemi urtësi, një gjë të tillë, për shkak se njeriu e ndjen dhe e ndjen më ndryshe. Se sa për shembull nëse thot ghufranek edhe nuk e din kuptimin në shqip për shembull. Nëse e din kuptimin në shqip se ti duke kërku falë Allah subhanahu wa taala, atëherë kjo është një ndjenjë tjetër. E përjeton më ndryshe. Andaj nëse e din edhe pse po përshtatet tash kjo dua, që ti më kërku falë Allah subhanahu wa taala kur dilsh prej banjës, atëherë është edhe më ndryshe. Kështu që për marrëm domun këtë meselë që e kanë përmend dietar. Çka është përshtatshmëria e kësaj duaje që ti kur dilsh prej banjës me thonë o Allah, më fal. Kanë përmend disa mendime dietar në këtë çështje. Po I përmendim 3 prej tyre. Një e cila përmend Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft. Thot, momenti kur njeriu ngarkohet, domthonë I vjen ajo nevoja që me dal në banjë, në tualet. Atëherë nënkupton që ai ka të pric trupin e tina dhe dëshiron që të lirohet prej saj, sepse ai e ngarkon, e rëndon. Andaj thot momenti kur del ai prej banjës, domethënë pasi të përfundon ai atëherë lirohet trupi I tina, e ndjen një lirim dhe ndihet mirë. Andaj thot kjo është në aspektin që kjo çështje robit ose muslimanit t'ja kujton një çështje tjetër. Përderisa është liru ai dhe është lehtësu nga ana praktikisht nga ana e ndjen ai që është liru për shkak një pengese që e ka pas në trup, atëherë kjo do të jetë kujtim që Allah subhanahu wa taala më liru edhe prej një ngarkesë tjetër që themi është abstrakte që ai nuk e ndjen, është ngarkesa e zemrës tina prej gjunaheve. Kështu që Allah I thot muslimani, o Allah më fal, që ashtu domthonjë qysh e ka liru Allah subhanahu wa taala prej asaj ngarkese dhe ka fillu mu ndje mirë, Allah ta liroj edhe prej ngarkesave gjunaheve që I ka zemra e tij dhe ai nuk e ndjen. Andaj për këtë shkak thot kërkon falje prej Allah subhanahu wa taala. Për këtë shkak domthonjë është lehtësu kjo dua që të jetë kjo gjë rikujtim për një gjë tjetër që kanë ndërlidhje mes vete. Pastaj një mendim tjetër që këto më përmend Ibn Qayyimi, një mendim tjetër që e përmend Imam Newawi rahimahullah është përderisa njeriu po lirohet prej kësaj teprice, domethënë që e ka në trup, atëherë kjo ja bën me dije këtë nimet ose këtë mirësi që Allah subhanahu wa taala ka dhënë. E ka ushqy, pastaj ai ushqimi që e ka marr jo është tret, ashtu siç duhet, dhe pastaj Allah ja ka mundsuar që me dal lehtë dhe me u lehtësu dhe me u liru prej asaj teprice që ka pas në trupin e tij. Se për ndryshe, nëse ai nuk do të kishte mundësi me dal ose do të kishte vështirësi me dal, atëherë kjo është provë e madhe për ta. Kjo është provë e madhe që mundet me çu edhe në mu dëmtu trupi I tina. Kështu që kjo thot kur ti njeriu të kujton që këtu mirësi që I ka dhënë Allah subhanahu wa taala, atëherë e kupton se është I mangët në falënderimin dhe Allah subhanahu wa taala. Andaj thot kërkon falje prej Allahut që Allah më fal për shkak se është I mangët në falënderimin dhe Allah subhanahu wa taala që ja ka dhënë këtë mirësi, që nuk të mos ketë problem, e ka ushqy, ushqimi I tij është tret, dhe prapë teprica është dal dhe ai është liru. Një mendim tjetër që kanë përmend dietarët është thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka
ka bë dhikr gjatë jetës tij vazhdimisht. Andaj momenti kur u hyn në banjo, nuk ka mujt me bë dhikr. Nuk ka mujt me bë dhikr, kështu që i bjen është mangësi. Andaj i kërkon falë Allah subhanahu wa taala që nuk ka mujt me përmend Allahun sa ka qenë në banjë. Kjo interesant domosë si kanë vështrim se Allah na fal neve se nuk na ka mbet vetëm kjo që me bë dhikr, shkak se ne jemi të mangët edhe në kohë tjera ku kemi mundësi me bë dhikr, mirë po si mendim, si çështje nuk qëndron. Themi se nuk qëndron kjo, për shkak se ai i cili nuk e përmend Allahun sa është në banjë, ai është i arsyetuar shiratikisht. Nuk mundja me thotë që është mangësi, për shkak se Allahu që ka lecu të mënë kërë shëria, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka ndalu që mos më përmend, se është vendi i cili nuk i përket më përmend Allahu subhanahu wa taala. Andaj nuk mund të themi që është mangësi kjo. Për shembull, është sikur t'i themi një gruas që është me cikël, strat. Edhe themi që kërko falje prej Allahu subhanahu wa taala se nuk je fal, edhe nuk e agjëru. A thot dikush këtë? Nuk e thot. Andaj, për shkak se ajo ka qenë arsyetuar, jo që ka dashte, për shembull me la namazin ose me la agjërimin. Mirë po, Allah subhanahu wa taala ja ka bë një dispozit tillë, kështu që nuk themi që është mangësi dhe themi se kjo kërkimi falës për shkak që nuk e ke përmend Allah subhanahu wa taala. Ndërsa dy kuptimet e para që i përmendëm, inshallah janë ato kuptimet që tregojnë për shtatshmërinë e kësaj duaje që njeriu e thot pas daljes prej banjës. Mirë, pastaj autori po vazhdon dhe përmend çështjen tjetër dhe po thot pasi thot gufranaka, po thot e thot duan tjetër alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Don me lut Allah subhanahu falënderimi ta kanë Allahut i cili ma ka largu kët pengesë, këtë pritje që ka dhe domon i ka dhënë shëndet Allah subhanahu wa taala. Mirë po, argumenti i cilën e bindon për këtë dua është fjala e Enesit radhiyallahu anhu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dal nga tualeti e ka thonë domon këtë dua. Mirë po hadithi është i dobët. Hadithi domon e ka dobësuar edhe Buhariu dhe Sheikh Albani thotë se hadithi është i dobët, po ashtu edhe Imam Nevawiu, andaj nuk mund të themi që saksohet diçka e tillë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të themi që kjo është sunet, që themi kjo është sunet. Andaj, aja që është lecu, është me thonë gufranike. Aja që është lecu dhe është saksu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fjala gufranike. Mirë, para se me dalë tash në çështjen tjetër, për përmenim edhe një mesele. Na thanëm thënja bismillah edhe doja para se me hy dhe gufranike kur dilsh. Kur është koha që me thonë personi ose muslimani këtu? Kur e kemi në vendin që është i posaçëm për këtë çështje, për shembull banjo që i kemi një. Atëherë themi para se me hy. E thot një bismillah, e thot doan, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ndërsa kur del prej banjës thot gufranike, pas daljes thot gufranike. Çka nëse është personi jashtë? Doan po kryen nevojat fiziologjike jashtë. Është një vend hapur. Doan e gjon një vend edhe ky nevojë. Kur duhet me thonë ai bismillah, kur këdo dhe kur duhet me thonë gufranike. Dietarët e kanë përmend këtë çështje dhe ka thonë sa i përket bismillah dhe kësaj duas e thot para se të zhvishet. Domthon njeriu e gjen vendin edhe dëshiron domthon tash me kry nevojat fiziologjike, Allah i nderoft, e thot bismillah dhe këdo para se të zhvishet. Thot bismillah, edhe thot këdo dhe zhvishet. Ndërsa gufraneke është pasi domthon pastrohet, vishet personi dhe e largohet prej vendit. Momenti ku largohet prej atij vendi ku është kry nevoja fiziologjike, atëherë themi që kjo është koha kur ti mundesh me thon gufraneke. Kjo është koha kur ti dush me thon gufraneke. Mirë. Pastaj autori po vazhdon dhe po përmend edukatën tjetër, thot wa taghtiyatu ra'sin wa inti'alin. Dhe po thot mbulimi i kokës dhe mbathja e sandallave ose diçka që është e ngjashme me të. Mirë. Për këtë bjen argument hadithin që të Bejhaqiu
حبيب صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه. دون تذكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ka hy në banjo, po themi banjo ose toalet, mirë po çdo vend thonë që është kry nevojë, ka mbath këpuca ose sandale ose çka do të jetë dhe e ka mbulu kokën. Mirë po hadithi është i dopt. Hadithi është i dopt dhe nuk themi që është saksu diçka pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Sa i përket tadhtiyetu ras, do të thonë mbulimit të kokës, kjo gjë është transmetuar që ka vepruar Abu Bakr radiallahu anhu. E ka vepruar Abu Bakr radiallahu anhu, ku e ka përmend që këtë veprim e ka bë për shkak të turpit që e ka pas ndaj Allah subhanahu wa taala dhe është mbulu. Për shkak të turpit që e ka pas. Dhe theri që vjen është në vend të hapun, jo në vend ku është mbyllur, se ti vetë se i themi mbulur. Dhe veprimi e Abu Bakr radiallahu anhu ka qenë për shkak të turpit që e ka pas ndaj Allah subhanahu wa taala. Dhe ne e dim që Abu Bakr radiallahu anhu është për shohë më të mirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për njerëzve më të ditur në fenë Allah dhe njerëzve më të ditur për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është prej atyre që muslimani duhet ta pasojë atë. Mirë po, që të themi që kjo është sunet, të dhejmë gjykim shariatik, që kjo është sunet, se ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ka thonë ose ka vepruar, atëherë duhet me pas tekst për këtë. Andaj nuk themi që kjo është saksu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se tham hadithi është i dopt. Hadithi është i dopt. Ndërsa veprimi i Abu Bakrit ka qenë që është përmend, ka përmend që ka qenë për shkak të turpit që ka pas ndaj Allah subhanahu wa taala. Nëse vepron njeriu në gjë të tillë, nuk themi që ka bëu gabim, mirë po themi që është sunet. Themi që është sunet, do të dhëmë gjykim shariatik që ka më shpërbly domethënë tash njeriu që është duke praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto themi që duhet me pas argumente dhe tekst për këtë çështje. Ndërsa sa i përket kësaj mbathjes sandallave ose diçka e tillë kur të hyn njeriu në banjë, kjo është gjë e cila më shumë lidhet me meselen e ruajtjes ose mbrojtjes prej papastërtive. Nuk themi që është sunet për shkak të hadithit domethënë që e përmendëm që është i dopt. Edhe gjëja tjetër është se i përket mbathjes të sandallave ose ngjashme diçka, nëse ato ka papastërti në atë banjë, për shembull, ka papastërti ose në atë vend ku kemi kryer nevojën, nuk themi që është sunet, po themi obligim. Për shkak se nëse një obligim nuk mund të kryhet vetëm për një rrugë ose për një çështje, edhe ajo rrugë ose ajo çështje bëhet obligim. Kjo është rregull. Andaj nëse ti nuk mundesh me urujt prej papastërtisë që gjenden në tokë ato, vetë duke i mbath kput, atëherë themi që është obligim, nuk themi që është sunet. Andaj kjo çështje nuk lidhet me sunet, po lidhet me aspektin se për më uru prej papastërtive. Kështu që themi nëse ajo banjo, për shembull, që zakonisht domethënë kemi në shtëpitë tona, janë pastra, dhe dim që nuk ka papastërti, domethënë në tokë, atëherë nuk themi që tash ti dosh me mbath për shkak se është sunet. Mirë, po njeriu mund të më hyjë edhe pa i mbath. Andaj nuk ka të keqen atë. Domthonë kjo meselë më shumë lidhet me çështjen e ruajtjes nga papastërtia. Tërsa sa i përket t'i dhëmë gjykim shariatik, duhet me pas argument. Duhet me pas argument për këtë çështje dhe sa i përket argumentit thanëm që është hadithi është i dopt. Hadithi është i dopt. Mirë. Autori vazhdon dhe thot wa taqdimu rijlihi al-yusra dukhulan wa i'timaduhu 'alayha jalisan wal yumna khurujan aksu masjidin wa na'lin wa nahwihima. Thot dhe me i dhonë për parësi këmbës së majt kur të hënë në banjë. Wa i'timadu alayha jalisan, dhe me u rëndu ose me u mbështet në këmbën e majt në momenti kur ai e kryen nevojën duke qenë ulur. Dhe thot me i dhonë për parësi pastaj këmbës së djathtë kur del, që është e kundërta thot me hyrjen dhe daljen në xhami, që është e kundërta e kësaj, ose mbathjeve sandallave ose këpucëve, apo gjërave të ngjashme me to që është veshja ose me hangër me pi, domethënë që
duhet me dorë djathtë për shembull, ose nëse zhveshimi duhet me fillu nga ana e majt, atëherë domthon po thotë autori është e kundërta e asaj, sa i përket çështjes hyrjes në banjë dhe daljes nga ajo. Mirë. E morëm se cilën njëre nga një. Sa i përket hyrjes me këmbën e majt, ë atëherë kjo padyshim është sunet dhe është e preferuar që muslimani dhe është për edukatës që ai të përdor këmbën e majt në këtë rast, derisa kur del këmbën e djathtë. Mirë, sa i përket kësaj çështje ne i kemi tri gjendje. Doon për dhënjes përparësi të majtës apo të djathtës. Gjendja e parë është nëse janë ato çështje të cilat lidhen me të mira, doon gjëra të mira. Për shembull, me dal prej banjës. Doon banjo nuk është një gjë, nuk është një vend i cili është i preferueshëm për ne. Kështu që atëherë i bën që dalja prej saj është një gjë e mirë. Kështu që atëherë në këtë rast ne i dhëmë përparësi komës së djathtë. Ose kur të hymë në xhami, ose kur të marrëm abdes, me fillu prej djathtës, ose kur të pastrohem, kur të marrëm gusull, me fillu nga ana e djathtë, ose kur të ham, ose kur të pim, ose kur të veshemi me rrobë, ose kur të mbathemi. Do në këto raste, atëherë themi që është prej sunetit që muslimani dhe prej edukatës së tij me fillu me të djathtën. Dhe kemi argument për këtë, është hadithi e Abu Hurairës që thot idha in ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idha khala'a falyabda bil shimal. Nëse dikush bath diçka, dikush për ju, atë le të fillon thot me këmbën e djathtë. Dhe nëse zbathet, atë le të fillon me të majtën. Dhe kjo është argument që në këto raste është mirë me vepru me këmbën e djathtë, gjëra të cilat kanë gjëra të mira, të fillohet dhe të jepet përparësi të djathtës, ndërsa e kundërta e saj të jetë me të majtën. Gjendja e dytë është e kundërta e kësaj. Gjërat të cilat janë të papëlqyeme ose të urryme ose nuk janë të mira, në këtë çështje i jepet përparësi të majtës, për dorët e majta, qoftë ajo këmba apo dora ose ana, çdo. Kur e përmendëm, kur të hyn njeriu në banjë, i jep përparësi këmbës së majtë. Ose kur të pastrohet nga nevojat fiziologjike, duhet për edukatës në prisionetit është që me përdor dorën e majtë. Ose nëse zhvesh rrobën që thanëm të kundërtën e saj, ose zbathesh. Dhe për këto argument është hadithi ku thot la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yamini wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala bi yamini. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos le të ka paskush prej jush organin e tij gjenital duke me dorën e djathtë duke qenë ai duke urinuar, Dhe as mos të pastrohet, mos të pastrohet për nevojës fiziologjike me dorën e djathtë. Domthon, personeti është mu përdor dora e majtë. Dhe kjo është argument edhe për çështje tjera. Domthon, në gjëra ku nuk janë të preferueshme, nuk janë të mira, atëherë mu përdor dora e majtë ose këmba, domthon ona e majtë. Dhe çështja e tretë është kur janë disa gjëra që nuk ka argument për shembull për to, ose ki me dyshje se ku gjendet, a të mira apo të këqija, atëherë në esencë dije që është e djathta, mu përdor e djathta. Dhe për këto kemi argument ku nga Aisha radhiyallahu anha që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pëlqy e djathta. Do i ka dhënë përparësi të djathtës, kur ai është mbath, kur ai është për shembull është kreh, me djathtën, kur është pastru, është për qëllim jo pastrimi kështu nga nevojat fiziologjike, ka fillu nga ana e djathtë dhe wa fi sha'ni kulli, kjo është argumenti. Dhe në çdo gjë tjetër, domthon ai ka përdor dorën e djathtë. Kjo është argument që jashtë gjënave jo të mira ose të rrituame se kështu më radh e përdor dorën ose këmbën ose anën e djathtë. I jep përparësi anës së djathtë. Kjo është për edukatave që muslimani duhet me i vepru. Mirë, pastaj autori e përmendi thanë wa i'timaduhu alayha jalisan. Mirë. Domthon po thot me un përshtet
me u mbështet në këmbën e majt kur ai e kry nevojën fiziologjike. Do thonë me anu, ka ona majt. Edhe për këto e kanë pru do më thonë argument, mirë po argumenti për këto do më thonë është i dopt. Se i përket gjumhurit, e përmendin domthonjë që kjo është prej sunetit që me u anute komba e majt. Thot hadithi për këto është hadithi Surak ibn Malik, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo thot ku allamana Rasulullah, do na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse dikush prej neve idha dakhala ahaduna al-khala, ka hyrë në tualet, që të mbështetet në këmbën e majt. Të mbështetet në këmbën e majt, mirë, por ky hadith është hadith i dopt, për shkak se ka njerëz domthon të panjohur që kanë në transmetim. Andaj themi që është hadith i dopt dhe nuk mund me thonë që kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kam përmend që për shkak se njeriu nëse anohet në komën e majt, ja leton në krye nevojave, do të thonë lirohet më lehtë. Mirë po, sa përket kësaj çështje, themi kjo kthehet tek meselet mjekësore. Nëse është vërtetu diçka e tillë, është një gjë e mirë mu vepru për maslahatin e tina. Mirë po, themi se është sunnet, do të me pas tekst për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe andaj hadithi cilën e kanë pru është hadith i dopt dhe nuk themi që është saksu diçka e tillë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, tash domthon ky po e përmend që duke e kry nevojën ul, pasi autori e përmendi këto, po përmendim ne tash një çështje tjetër, si është gjykimi për atë i cili urinon duke qenë në këmbë. Sa përket kësaj mesele, fuqahat, shumica fuqahave kanë thonë që është mekruh. Shumica fuqahave kanë thonë që është e papëlqyme ose urryme që muslimani me urinu në këmbë. Po ashtu transmetohet që kanë ardhur disa transmetime që ka lehtësim që me u leju që me urinu në këmbë prej Ibn Umerit, Abu Hurairas kështu me radhë, që ka ruksa, do më ka lehtësim këtë çështje. Andaj, sa përket kësaj mesele, edhe nëse themi që është e lejume, atëherë thojnë i kemi dy kushte. Kushti i parë është që me uru njeriu që mos me shiku dikush auretin e tij. Dhe kushti i dytë është që vendi ku ai e kryen nevojën të jetë vendi i përshtatshëm që ai mos stërpik pastaj. Mos më ekspozu në papastërti. Ndryshe çfarë themi, nuk bën. Kështu që nëse këto dy kushte plotësohen, atëherë mund na thonë që është e lejuar. Mirë po, prapse ajo më përsorja dhe më edukative është që njeriu mos me vepru një gjatë tillë, përveç nëse ka nevojë ose ka arsye me vepru. Ndryshe, sot, për shembull, në banjo ose banjo që i kemi ne, nuk mund të themi që është edukat që muslimani me urinu në këmbë dhe pastaj ajo papastërtia me ekspozu për shembull në shole edhe me u vështirësu pastaj atë të tjerëve. Andaj nuk është për edukatës, nuk do të mu tregu demel me ul. Për që muslimani do të mu mundu mu përsos. Edhe nëse themi është mekruh, që ti nëse e bën nuk bën gjuna, mirë po nëse e lën, kish problem andaj, pse mos me pas problem. Kështu që njeriu do të mu përsos, muslimani do të mu përsos me vepru sunete, me vepru sa më shumë, me praktiku sunetin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, forcohet imani i tij, përmirësohet morali i tij, dhe shtohet shpërblimi. Kjo është gjëja e cila ne po kërkojmë. Kështu që edhe nëse themi, shumica fuqahave thonë që është mekruh. Mi po thonë që është e lejume, duke i plotsu këto dy kushte. Mirë po ma parsore është njeriu mos me vepru një gjë të tillë, përveç nëse ka nevojë. Është një vend i jashtë ose që i vështirësohet ulja, atëherë nuk ka të keqe duke marrë parasysh edhe këtë çështje që ma vonë ka më përmend domthon autori,
që prej edukatës është me gjetë një vend që është vend i butë, nuk është vend i fortë që në momenti kur urinon njeriu, për shembull, me u kthy, do më stërpik, me u ekspozu pa pastërtive. Mirë. Pastaj autori po vazhdon dhe përmend çështjen tjetër. Dhe po thot wa bu'dun fi fadaim. Dhe me u largu, do në vend të hapur, nëse ai e kry nevojën fiziologjike, atëherë me u largu sa më shumë derisa nuk i shihet trupi i tij. Derisa nuk i shihet trupi i tij. Sa i përket kësaj çështje, domthoni kemi dy ndarje. E kemi ose dy gjendje. Gjendja e parë është që me u largu derisa nuk të shihet aureti yt. Kjo është obligim. Me u largu, edhe nëse për shembull njerëzit shohin që i duke kry nevojën fiziologjike, mirë po nuk e shohin auretin, atëherë e ka plotësuar njeriu obligimin e tij, që mos mu pa aureti. Mirë po, prej sunetit dhe prej edukatës është me u largu krejt, mos mu po, mu mshef, që mos mu po gjatë kryes nevojës fiziologjike. Kjo është prej edukatës që është mirë me pas muslimani. Dhe për këtë argument është hadithi i Mughira, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka shku domethënë për me kry nevojën të një vend, atëherë është largu shumë larg. Është largu shumë larg që mos mu pa, mos mu pa. Mirë po nëse është domethënë tash banjo toaleti, atëherë përmbush këtë kriter, domethënë se ti je i mbyllur, nuk çe askush. Pastaj autori po vazhdon dhe përmend çështjen tjetër ose edukatën tjetër, thot wa talabu makanin rikhwan li bawlin. To që e përmendën domethënë më herët, që njeriu me zgjedh një vend të butë ose si të shprehem domethënë një vend i përshtatshëm që me urujt nga ekspozimi pa pastërtive, që në momentin për shembull nëse njeriu urinon, atëherë mos më u stërpik. O nëse ai urinon në gur dhe është gjë e fortë, atëherë ju kthehen stërpikjet prej urinës dhe ekspozohet për papastërtive. Mirë, po me gjenë një vend ku mundohet që sa ma shumë me u largu prej ekspozimeve të papastërtive. Andaj thot kjo është prej sunetit dhe prej edukatës që muslimani me vepru. Kuptohet pa të tepru në vetvese, mirë po edhe mos me lëshu krejt në lërë, si thona, me neglizhu. Njeriu duhet me konë mesatar. As me neglizhu, mos më dog vetja që s'ka hiç, vezvese edhe tash u bë çka u bë, se për këtë çështje nuk është edhe krejt e thjeshtë. Andaj edhe njerëzit që kanë rënë ndoshta në vezvese është ka qenë për shkak të përsosjes. Nuk themi që pajtohemi me ta, mirë po mundën mos provu çdo kush prej neve. Për shembull, e dina që hadithi i cili është tregu ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu ka kalu pranë dy varreve dhe ka thënë njëri prej tyre që po dënohet ka qenë për shkak se nuk ka qenë i kujdesshëm në urinim, domethënë. Nuk ka qenë i kujdesshëm. Andaj kjo nuk është çështje e thjeshtë. Domethënë do të më konë njëri mesatar. Do më konë njëri mesatar dhe më uru. Andaj prej edukatës është me gjetë një vend duke pas mos me pas vetë se kuptohet dhe gjërat ose papastërtia shumë e vogël, këto janë të tolerueshme në Islam, me kuptu mirë që Islami nuk ja rëndon jetën atij. Mirë po jep një sistem dhe jep edukatë se si duhet me vepru. Andaj nuk është diçka e vështirë kjo. Kështu që as nuk duhet me neglizhu shumë, as nuk duhet me tepru shumë. Kështu që prej edukatave që ka dhe kjo që me zgjedh një vend ku është të përshtatshëm mos më ekspozu papastërtive. Dhe çështja e fundit që po përmend autori është wa talabu wa mashu al-dhakari bil yad al-yusra idha inqata al-bawl min aslihi ila ra'sihi thalathan wa natruhu thalathan. Autori po përmend tash çështjen tjetër, thot është e preferueshme që pasi të urinon njeriu me fërku organin gjenital deri te koka apo me forcë, me ndrydhje apo me i dhon forcë nga brenda kështu që me largu ato që ka mbet. 3 herë thot pas urinimit. Mirë, sa i përket kësaj mesele, ka domthonjë që thojnë mustahab, që është orë mëdhëbi Hanbeli, domthonjë e preferueshme, po ashtu edhe mëdhëbi i Shafive.
Ë, ndërsa disa dhe thojnë është obligim. Kjo është fjala e Abu Hanifes, thojnë është obligim, edhe Malikive. Mirë po, sa i përket kësaj çështje, do të më diskutu. Se së pari, po themi që Sheikhul Islami thotë kjo është bidat. Edhe Ibn Qayyimi ka folë për këtë çështje, gjithashtu. Sheikhu Uthejmini thotë nuk është sunet. Sheikh Bin Bazi thotë është haram, përkundërzi ndaluar me vepru një gjë e tillë. Kjo për shkak se edhe hadithi që e transmetojnë, domethënë, është dhaif. Mirë po, çështja tjetër është se muslimani nuk është i kërkuar me largu diçka që është e ka për brenda. Në momentin kur themi një pastrim, me u pastru, ti dush me u pastru me aja që vetë se ka ra në rrobë, trup, ose në vendin ku je falë për shemb. Nëse është një diçka që ka ra një papastërti, atëherë ti dush me largu, ndërsa ti nuk je i detyruar. Këtë ka, nuk ka mos pajtim për këtë çështje. Nuk je i detyruar që ti me largu diçka që ki për brenda, një papastërti që ki brenda. Andaj, nëse ka diçka që ka mbet, atë nuk themi që je i obliguar për këtë çështje. Nuk je obliguar me largu diçka që ki brenda, je obliguar atë që është dalë me pastru. Edhe kaq. Tjetra çështje është se në këtë mundet me pas dëmtim të njeriu, personit. Edhe pastaj duke uru që kjo mos po pik diçka, vjen edhe e bjen bashkë këtë problem. Nëse vërtetohet një gjë e tillë pe mjekësisë, se ti, me vepru një gjë të tillë, e ke dëmtu veten dhe e ke pru veten deri në qatë gjendje që me pas domethënë rrjedhje të urinës, duke mos e ndjej ndoshta, ose duke e ndjej por jo me dëshirë, del për shkak veprimit që e ke bërë të shumt, atë kjo është haram, është ndaluar me vepru. Për shkak se i duke dëmtu veten, edhe dëmtimi vetë vetes nuk lejohet, wala taqtulu anfusakum, mos e vretni vetë veten, vetët e tuaja, që thot Allah subhanahu wa taala. Andaj kjo është ndaluar me bëni një gjë të tillë. Edhe padyshim se kjo sjell problem nëse njeriu vepron një gjë të tillë. Nëse është pastërtia shumë e vogël, kjo shariati e toleron një gjë të tillë. Pastaj kanë përmend dietar që nëse njeriu ka vezvese, mas pari kjo çështje e bjen vezvese njërin, edhe tjetra nëse ka njeriu vezvese do të letë lag të brendshmet e tina. Le t'i lag, edhe në momentin kur i vjen kjo vezvese sa ai dula nuk i dul për shembull, një pjesë pikë e urinës apo jo, thotë ja lën asoj lagështisë që e ka bë vet, që ka stërpik me ujë, domthon të brendshmet e tij. Andaj për këtë çështje përveç hadithit që është i dobët, dhe domthon dietar që kanë përmend që kjo një gjë është bidat ose kanë thonë nuk është sunet ose disa kanë shkuar që nuk është ndaluar, përkundër aty në mendime të tjera që thonë është obligim. Mirë po duke pas parasysh që hadithi është i dobët, pastaj kjo ndikon në shëndetin e njeriu dhe mundet më dëmtu. Pastaj kjo është rrugë e cila e çon në vezvese njeriu, atëherë themi që nuk saktësohet diçka e tillë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose nuk themi që është prej sunetit, themi që është prej sunetit. Dhe inshallah po nalëm me këto sunetit, pastaj autori vazhdon me gjërat cilat urrehen. Mirë po për këto inshallah vazhdojmë në ligjëratën tjetër me lejen e Allahut, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.